Prej 2 vitesh, fermerët e fshatit Stërbeq të njësisë administrative Qëndër në Malësitë e Madhe nuk kanë treg përbimet medicinale që prodhojnë. Ky prodhim ka mbetur stok në magazin, ndërsa kanë drejtuar thirrje Bashkisë së Malësisë së Madhe si dhe Drejtorisë së Bujqësisë që të hapin një treg shitje. Me fjalë ata çfarë millim nuk marrën e kanë. 800 lekë, 700 lekë morën si të kenë qef ata. Nuk shujtë se çfarë ku kanë bllokuar ata vet. Asnjëherë na kanë thënë, por asnjëherë se kush i merr 20 dinë ata. Ne kanë bërë letrat, i mërë në njërë që lidhet më atë punë. Kanë thonë ja morën mirë, po zero. Si gjithmonë. Normalisht tash një 2 vjet, se para 2 vjeç kishit mirë. Edhe populli ishte shumë i kënaqur. Ishin të kënaqur ata që kishin shërbelën dhe këta që punonin. Sepse detyrimisht kur shitet shërbela, edhe punësit gjen punë, çmimi sësi u bë kjo punë nuk e di, se që u bëhen monopolet me siguri, detyrimisht. Kjo jo vetëm që ka pas nikim tek prodhuesit, por ka pas nikim te gjithë popullsia e kësaj zone. Se me thënë drejtën është një diçka origjinale kjo që thamon, sepse i gjithë popullit ne që janë disa janë jabançi, disa me toka, disa pa toka, ishin shumë të kënaqur edhe njerëzit e familjarë të cilit nuk ishin shërbel, por gjejshin punë të pranarët e shërbelave. Unë do t'i bëja thirrje institucionit bashkisë në principu shtetit, që stimulimi dhe zhvillimi i prodhimit nëpërmjet organizimit grumullimit duhet të jetë shumë më efektiv. Ka qenë premtimi i parë që gjatë fushatës elektorale kryetari i Bashkisë Malësie e Madhe Tonin Marinaj ka bërë për këto banor, një premtim të cilin nuk ka bërë asgjë për ta mbajtur. Pasojat si gjithmonë bien mbi banorët të cilëve produktet e tyre po u shkojnë dëm.